kur kanë mbetur edhe pak ditë nga zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit. Diplomacia perëndimore ka vendosur të mos pres numrimin e votave për të dhënë mesazhet e para. Deklarata e ambasadorit britanik për nevojën e një kompromisi politik, sipas njësit të marrëdhënieve ndërkombëtare Milazim Kosi, po shihet si një karton i verdh parandalues për partitë, ende pa filluar gara e vërtet. Kam pritur që më herët aleatët tanë të bëjnë këtë presion në thojza, sepse është presion konstruktiv, do të thotë janë duke kërkuar diçka elementare, kompletimin e institucioneve. Në të kundërtën Kosova humb shumë në rrafshin e brendshëm. Kjo klasë politike, nëse nuk arrin që në një afat rekord pas 7 qershorit të kompletojë institucionet, humb kredibilitetin para opinionit, por për më shumë humb kredibilitet në rrafshin e jashtëm dhe jemi në një moment jo të rëndëm të ndërkombëtar. Unë besoj që klasa jonë politike do ta kuptojë që formimi i shpejtë i institucioneve, ashtu siç kërkoi ambasadori britanik, është imperativ dhe t'jesh ose të mos jesh pas 7 qershorit. Por nëse Kosova rrezikon të përballet edhe pas 7 qershorit me ngërç politik, njësi tjetër i marrëdhënieve ndërkombëtare Lutfi Bilali nuk e përjashton mundësinë për përfshirjen e vet faktorit ndërkombëtar për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ta quaj mund të ishte ndoshta e hajrshme, sepse kur nuk marrën vesh antarë të shtëpisë, atëherë ndonjë figurë jabanxhi ose huaj mund ta ketë deri diku në fare efekti. Në këtë rast mendoj që mund të ketë një trysni e cila do ju lënë shaj deri diku liderëve politik apo atyre që nuk kuptojnë që kompromiset për arritjen e krijimit të institucioneve janë të dobishme për vendin. Vendi shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme të 7 qershorit, pas përpjekjeve të një pas njëshme të partive politike për zgjedhjen e presidentit.